Atë një nga pikat që unë do flisja ishte ajo që përmendi zoti Hoxha për pjesën e drejtorisë juridike. Nuk është herë e parë sepse drejtoria juridike ne nuk na vin as në komisione. Ne nuk e njohim kush e drejton drejtorinë juridike dhe drejtoria juridike nuk firmos asgjë. Tani, drejtoria juridike këtu duhet binte një interpretim, një relacion që të interpretonte të gjithë projektvendimin nga ana juridike. Ne kemi filluar të gjithë themi ato tonat, por gjithsesi duhet kishim një interpretim të detajuar. Zonja në fjalë është zonja që merr asetin në administrim. Nuk ka të drejtë të flasi juridikisht, sepse ata që ka brenda drejtorisë aseteve nuk i ka për të dhënë gjykime juridike. Tani, pse juristin e ka për punë asetës? Tani, pjesa tjetër, ta mbaroj të lutem. Tani, ka dy standarde, pse ka dy standarde? Kur qytetarët aplikojnë për pjesën, o sekretare, ta mbaroj të lutem, kur qytetarët aplikojnë për paketën e maleve, kur bëhet plan rilevimi, dosjen e qojnë, kërkojnë ATP-s, kërkojnë ASHK-s, kërkojnë informacion për të gjithë këta aplikim. Dhe në qofse nga ATP-ja vin përgjigje që mbi këtë plan rilevimi ose mbi këtë kërkesë që keni bërë për paketën e maleve, ka një vendim gjykate, vendim njojtje apo dhe një gjë tjetër, të refuzohet pakete e maleve, të refuzohet ajo kërkesë që ke bërë. Do të thotë, për paketën e maleve të refuzohet kërkesa kur ka një vendim mbi atë pronë që qytetari apo fshatari e kërkon, ndërkohë nga Ministria e Mbrojtjes te Bashkia kur ka një vendim veprohet ndryshe. Shpronsohet dy herë, si thot zoti Hoxha. Tani kjo është një gjë absurde dhe unë nuk e kuptoj një gjë sepse ne kemi 3 vite këtu dhe në 3 vite ka ndodhur çdo gjë. Kemi diskutuar çdo gjë, kemi parë plot skandale e gjëra të tjera. Ore ne nuk po u thojmë mos e bëni. Nuk po u themi që nuk do ta bëjmë investimin, se mase në një pjesë aty shtetërore, zonjë e bashkisë do të bëjë një terminal autobusë, diçka tjetër, një diçka që duhet ta shprehte paraprakisht, po e lëm këtë pjesë. Ore pse nuk e shtyni një muaj më vonë, qartësoni me gjërat, pasi ka dhe një gjë, ata 4 familje të cilat kanë ato pronat, kanë vendime, çfarë kanë mbi atë pronë, ata na kanë njoftuar përpara mbledhjes. Kanë depozituar një kërkesë të bashki dhe unë nuk dua të jem pjesë e vorbullave të tyre pronësore, sepse nesër ata mund ta çojnë në SPAK Këshillin Bashkiak. Edhe thonë, ju kemi njoftuar, ju kemi sqaruar, marrin filmimin e mbledhjes, e çojnë në SPAK edhe merret me këtë pjesë. Tani pse nuk e qartësoni? Çfarë rëndësie ka se kaloi projekt vendimin në korrik, çfarë rëndësie ka kaloi në Guq, çfarë rëndësie ka në Shtator? Ky projekt vetoka aty ka qenë 30 vjet. Çfarë problematike ka të presim dhe 2 muaj, ta qartësojmë, edhe neve për një të mirë publike, edhe ne për një mirë publike, shumë mirë mund ta votojmë dhe neve. Po të jemi të qartë për këtë pjesë, jo se është familja Shara apo kushdo tjetër që t'ishte pronar aty. Tani mos e lozim me 2 standarde. Hajde të ulemi me këmbë në tokë, nuk është problemi të zihemi kot debatojmë bërtasim. Ore janë pronar ata. Dhe ata janë pronar dhe duhen qartësuar, por përsëri edhe në qoftë se janë ajo pjesë, jeni në kundërshtim me projekt vendimin që keni bërë, nuk ka kaluar hapat e zyrave. Dhe po ja u them miqësisht, do vi një moment që do ngecni, se kur do ngecni, atë e di i madhi Zot edhe ju që vazhdoni bëni gafa pafund në këto vite. Faleminderit.